Forumi i Djente Gjirokastës dhe Tepelenës, rivjen sot e memoriali i Ormovës, ku pllaka përkujtimore ekzistuese fsheh autorsinë e krimit që ndodhet mes sferave. Pas 100 vjetësh, stërniprit e andartëve shovinistë grek të 14-s, por i lindin diellin fashisto-shovinist në Greqi. Dhe deklarojnë ëndra në diell se do t'i bëjnë shqiptarëve atë që i bërën në 1914 në jug të Shqipërisë dhe në Çamëri në 1945. Forumi i Djente Gjirokastës dhe Tepelenës i bën thirrje ministrit të jashtëm të Greqisë, zoti Venizelos, të kërkojë falje publike në vizitën e tij në Tiranë 20 shkurt për krimet që janë bërë në jug të Shqipërisë në 14-ën dhe në krajinën e Çamërisë në 1945. Ky veprim do të hapte një rrugë të re vllazërore në marrëdhëniet mes dy kombeve tona. Neve kemi ardhur që të riparojmë pjesërisht, të bëjmë pastrimin sepse kemi 100 vjetorin e rënies së 217 burrave të Ormovit nga andartët grek të vitit 1914. Ishte një histori e papar, një vrasje njerëzore, kur 217 burra vritën e hidhen në një grop të vetme. Ne niprit, bijt dhe niprit e atyre viktimave, e kemë për detyrë që të mbajmë historinë të ndezur, jo për të ngjallur urrëtie dhe pakënaqësi ndaj popullit grek,